Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se keni ardhur në këtë hapësirë informative. Do të flasim për politikën e jashtme. Tashmë do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na pret atje gazetari Dorand Vojka. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që pranuat. Gjatë këtyre ditëve të fundit është folur shpesh dhe diskutuar në fakt për një sulm të mundshëm ushtarak Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit. Sa e mundur është që të ndodhë ky sulm dhe sidomos gjatë kësaj fundjave? Përse përket gjatë kësaj fundjave, ka shumë faktorë që duhet t'i marrim në konsiderat. Po përse përket luftës, unë besoj se le të analizojmë fillim fare do shkojmë drejt luftës apo jo, dhe pastaj besoj le të kalojmë tek aspekti kohor, kur. Përsa përket luftës, besoj se palët po shkojnë shumë afër luftës kundra njëra tjetrës, sepse në qoftë se shikojmë anën e Iranit, çfarë ka opsioni Iranit dhe që kushte janë vendosur Iranit. Përsa përket Iranit, situata më e mirë që ata mund të nxjerrin nga kjo është që të largohen këto embargo që është bërë Iranit, të hapet ekonomia dhe Irani të vazhdojë jetën normale, gjë që nuk po afrohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ç'është afruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Iranit i është afruar të largohet nga programi nuklear dhe të largohet nga programi i raketave ballistike, në mënyrë që të futem në negociata. Pra, Irani në fillim duhet të largohet nga këto dy programe në mënyrë që të vazhdojnë negociatat. Por çështja e Khomeneit, pra çështja e Iranit, duket shumë e kollajt për të zgjedhur, sepse Khomenei e ka parë që ka ndodhur me palët më përpara, si për shumë me Gaddafin e Libis, apo me Saddam Husseinin dhe kështu me radhë, kur ato kanë pranuar këto lloj negociatash ku në fillim fare është bërë çamatosja e shtetit e vendit dhe pastaj është kërkuar që të bëhen negociata. Saddami sot nuk jeton më, Gaddafi sot nuk jeton më dhe jam shumë i bindur që Khomenei e ka parasysh këtë. Pra, për sa i përket asaj që afrohet, Iranit nuk po i afrohet paqe, dhe për sa përket asaj që kërkon Irani dhe ajo nuk po, si thua, përkrahet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një pamje më të lartë, shikojmë që kjo që po ndodh është një politikë shumë e vjetër e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me Izraelin. Pra, ka një krah këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krahu i neokonëve, i cili bashkëpunon ngushtë me Izraelin, apo me forcat e Izraelit, apo me donatorët izraelit, të cilët kërkojnë rrëzimin e Iranit. Ka pasur një memo sipas generalit Wesley Clark, generali i njohur tani më për shqiptarët, për atë pjesëmarrjen e tij në luftën kundra Serbisë për të shtyrruar Kosovën. Generali Clark në një intervistë të tij ka thënë në një mënyrë të bujshme, mendoj unë, dhe intervistë e cila nuk është bërë publike në për shumë rrjete vizive dhe media të shkruar, ku ai thoshte që janë disa vende, qarkullonte një memo në Departamentin e Shtetit, ku disa vende duhet të rrëzoheshin dhe flite këtu flasim për 1991, 1995, 2000, pra kohën përpara 2001, ku disa vende sipas kësaj memoje duhet regjimet e këtyre vendeve duhet shkatërroheshin dhe në këto vende ishte Libia, Libani, Iraku, Siria, Sudani dhe njëra prej këtyre vendeve ishte edhe Irani. Nga 7 këto vende, 6 prej tyre tani më, si thua, misioni është kryer. Irani është vendi i vetëm. Pra, kur e shikojmë këtë strategji që ka ndjekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përkrahur rivalin e tyre Izraelin në lindjen e mesme, kjo strategji e cila si thash nuk është e presidentit Trump, por është një strategji që ka filluar që është në 1990 edhe mbase më përpara, besoj që këto forca janë në përplasje me njëra tjetrën dhe do të kemi një përplasje. Sa e fortë do të jetë kjo përplasje, besoj që mund të analizojmë pak më vonë, po do të ketë një përplasje. Për sa i përket aspektit kohor se kur do të ndodhi kjo, unë nuk kam atë si the magic ball sistemin, topin kristal për të parë, por ka ndodhur disa gjëra këtu në Shtetet. Në fillim fare duhet të them që është çuar Iranit një ultimatum për të pranuar këtu kërkesën e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të hyrë në negociata, po fillim fare për të braktisur planin nuklear dhe për të braktisur planin balistik të Iranit. Pra, ju çuar një ultimatum se kur është ky ultimatum nuk dihet. Presidenti Trump vetë ka pranuar që është çuar një ultimatum dhe ai tha në një dalje të fundit për shtyp që Irani e di datën e ultimatumit. Për sa i përket asaj që ka ndodhur këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dje kemi pasur
një skandal pa parë, me thënë vërtetën këtu, ku janë publikuar disa dosje të pedofilit, që ose mund të them, Jeffrey Epstein, ku në ato dosje implikohen dhe shumë figura të administratës Trump, ku implikohet presidenti Trump, implikohet presidenti Clinton, implikohen shumë figura të administratës dhe zyrtarësh, dhe besoj që në qoftë se do të kemi një arsye të shtuar për të sulmuar Iranin, për të ardhur tek pyetja juaj, besoj që kjo fundjavë është fundjava e përkryer, sepse një sulm ndaj Iranit do të hiqte vëmendjen nga ky skandal i paparë që ka dalë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë nga Washingtoni dhe nga Pentagoni, a keni sinjale? Nga Pentagoni dhe nga Washingtoni sinjalet kanë dalë janë në mbështetje të presidentit Trump. Pete Hegseth, pra sekretari i mbrojtjes të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe zyrtarë të lartë të Pentagonit kanë thënë që ne jemi gati për të zbatuar urdhrat e presidentit Trump. Por me një problem, ka pasur disa general të cilët jo se kanë dalë kundra, po kanë hedhur disa pikpyetje mbi këto operacione, sepse një operacion mbi Iranin do të sillte një, siç besojnë ata, një katastrofë ekonomike në qoftë se Irani do të përgjigje në mënyrën se si mendojnë këta se do të përgjigjen. Ka pra dy aspekte. Është ky aspekt i parë, i cili si thua i bën në mëdyshje këtë ataku ndaj Iranit, sepse në qoftë se shikojmë nga ana ekonomike, në qoftë se Irani atakohet dhe ai nga ana tjetër atakon fushat e naftës në lindjen e mesme, Irani ka për t'i qartë. Në qoftë se ne do të atakohemi, ne shikojmë këtë si një luftë për ekzistencë, pra një luftë për jetë vdekje. Dhe në qoftë se ne do atakohemi, nuk do të ketë më prodhime nafte të cilat do dalin nga lindja e mesme. Dhe në qoftë se kjo ndodh, në qoftë se mbyllet ngushtica e Hormuzit, nga prej të cilës dalin mbi 70% e naftës, qarkullon mbi 70% e naftës botërore. Në qoftë se mbyllen dhe portet, në qoftë se Irani me arsenalin e tij mbi 2000 raketa ballistike që ka godet portet në lindjen e mesme, godet jo vetëm portet, po dhe puset e naftës në lindjen e mesme, godet edhe puset e gazit në Azerbajxhan, sepse po shikohet që dhe Azerbajxhani gati po bëhet palë me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sulmuar Iranin. Pra në qoftë se ndodh kjo, do të kemi një kataklizmë aq të madhe ekonomike sa besoj që bota jo vetëm do të shkojë në një recesion, por do të kemi një konfigurim të ri të botës për sa i përket asaj që do ndodhi. Pra, janë këto, është ky aspekt i parë. Kemi edhe një aspekt të dytë ku Kina dhe Rusia kanë vendosur të bëjnë disa ushtrime navale me datë 1 dhe me datë 2 shkurt në bashkëpunim me Iranin, në ujëra që prekin Iranin. Dhe kjo do ta bënte përsëri, në qoftë se nuk do të sulmoj deri përpara datës 1 ose përpara datës 2, pra në qoftë se nuk do të sulmoj sot, nesër fillojnë këto ushtrimet midis Iranit, Kinës dhe Rusisë, dhe kjo do ta bënte këtë sulmin amerikan shumë më të vështirë. Pra është një dritare e shkurtër që sulmi ose mund të ndodhi sot, ose duhet të ndodhi pas datës 1 ose datës 2, ku përfundojnë këto ushtrime navale, sepse ushtrime detare, sepse dhe Kina dhe Rusia kanë çuar anijet e veta në brigjet e Iranit. E qartë. Ndërkohë, kemi pasur një reagim të Iranit edhe nëse Irani do të kundërpërgjigjet. Çfarë mund të jetë kundërpërgjigja? Unë e preka pak më përpara, por dua të ritheksoj përsëri dhe të falenderoj për pyetjen, sepse kjo është, besoj, ajo pika më e rëndësishme që palët duhet dhe që me sa shikoj unë po e mendojnë shumë thellë, sepse siç thash do të jetë një katastrofë totale. Unë besoj këtë sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ato që kanë, me ato që kemi parë ne, me këtë koalicion, në qoftë se ky sulm do të ndodhi, kemi parë një koalicion midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Azerbajxhanit, sigurisht Izraeli po mundohet të qëndrojë larg, sepse ka frikë nga raketat iraniane, dhe do ta them këtë pse. Por ky është një midis Jordanisë dhe disa vende Emirateve të Bashkuara të Arabe dhe kështu ajo disa vende arabe. Arabia Saudite ka thënë që nuk do ta lejojë të përdoren hapësirën e vet ajrore dhe hapësirën e vet tokësore në sulm kundër Iranit, sepse siç thash ata e dinë që Irani ka thënë për të kthyer te reagimit e Iranit, Irani ka thënë që nëse ne sulmohemi, çdo bazë amerikane apo çdo vend nga ku do të dalin këto sulme apo nga ku do të vinë këto sulme, pra hapësira ajrore e këtyre
këtyre vendeve do përdoret për të sulmuar kundër Iranit, do të quhen si vende armike dhe ne do t'i sulmojmë këto vende. Dhe ajo më kryesorja është që, siç thash, Irani e shikon këtë sulm si një sulm për bijetesë, për jeta vdekje. Dhe në qoftë se Irani vërtet e shikon këtë sulm të tillë, në qoftë se nuk do të ndodhen ato që ndodhin gjatë sulmit të parë, sepse gjatë sulmit të parë të Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, siç thua, ishte një koordinim midis Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, dhe këto sulme u bën sa për syefaqe, pra në këto back channels, në këto kanalet, si thua, pas skenave, ishte koordinuar një bashkërendim midis Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës sulmuan Irani sulmoi bazën e Shtetit Bashkuara të Amerikës, po nuk pati dëme, si thua, sepse ishte një bashkërendim. Këtë radhë, me sa po shikojmë, Irani refuzon të nisi negociatat me Shtetet Bashkuara të Amerikës, refuzon të bashkërendojë sulme të tilla, dhe në qoftë se vazhdon ky lloj, si thua, ky lloj modeli diskutimesh, atëherë shkojmë tek pika tjetër, kur Irani thotë që në qoftë se sulmohemi dhe nuk do të ketë bashkërendim për këto sulme, ne do ta shikojmë këto sulme si një luftë për ekzistencë, si një luftë për mbijetesë. Dhe në qoftë se Irani shikon këto, ata iranianët kanë thënë që ne do përdorim të gjithë arsenalin ton për të sulmuar të gjitha vendet, siç thash, nga vijnë këto sulme. Dhe në qoftë se kjo ndodhi, dhe pikërisht në qoftë se kjo do ndodhi, dhe pikërisht tash këtu duhet të fokusohemi më tepër, çfarësoja do të ketë ekonomia botërore, ekonomia europiane, ekonomia shqiptare dhe kështu me radhë, në qoftë se një fuqi naftë shkon në $200 për fuqi, në qoftë se nafta shkon për shembull $200 për fuqi, çmimet e ushqimeve, çmimet e çdo gjëje do shkojnë në katastrofë dhe njerëzit nuk do kenë mundësi të mbijetojnë. Pra, siç thash, jemi në një situatë ku Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë aq forca në lindjen e mesme sa të bëjnë një sulm total mbi Iranin që ta shkatërrojnë pa pasur mundësi Irani të reagojë, dhe në qoftë se Irani reagon, do të kemi, ashtu siç kanë thënë ata, do të kemi një katastrofë totale ekonomike, të cilën asnjë vend nuk, si thua, nuk e do. Me që jemi tek ekonomia, a janë të përgatitura tregje ndërkombëtare nëse do të ndodhë kjo katastrofë? Ja, nuk kanë se si të përgatiten, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me thënë të vërtetën, kanë marrë një farë mase për veten e tyre me pushtimin e Venezuelës. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me marrjen në dorë të fushave të naftës të Venezuelës, kanë një farë, dhe duke pasur parasysh që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rezerva të jashtëzakonshme nafte, duke pasur parasysh që kanë edhe Kanadan, e cila dhe ajo ka prodhim nafte të jashtëzakonshëm nga disa forma të tjera, Shell, që themi ne, Shell Petroleum. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjenden në një pozicion më të mirë, besoj unë, se resti i botës për sa i përket furnizimit me energji. Për sa i përket Kinës, për sa i përket Evropës, besoj që këto do të jenë dy vendet që do të vuajnë më tepër këtë sulm, sepse Kina e merr 70% të prodhimit të saj të naftës nga Irani, të përdorimit të saj të naftës nga Irani, dhe Europa është totalisht e varur nga lindja e mesme dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket energjisë që ajo importon në Evropë, pra gazit që ajo merr në Evropë, dhe kështu me radhë, dhe besoj që këto dy vende, Kina dhe Evropa, do të kenë atë rënien më të madhe ekonomike, apo pasojat më të mëdha mbi këto vende. Besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia janë vende të cilat janë të pozicionuar në mënyrë në një, po flasim në një skenar krize globale, për sa i përket energjisë, pra për sa i përket naftës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia janë vende, duke pas parasysh rezervat e tyre, janë vende të cilat janë pozicionuar më mirë në këtë përplasje. Po aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çfarë roli po luajnë në këtë krizë të lindjes mesme? NATO, për sa i përket NATO-s, si NATO, por për sa i përket vendeve të Bashkimit Evropian, ato janë në një, kemi parë Gjermaninë, e cila vazhdon të mëshojë atij faktit që Irani duhet të ndrojë regjimin, pra do të kemi ndryshim në kancelari Merz, do të kemi ndryshim në regjimin e Iran, por vendet e tjera të Evropës, duke pasur parasysh këtë skenar që unë sapo thash, nëse do të ndodhi kjo që
do të ndodhi gjë më e keqe që mund ndodhi, Evropa do të jetë në rënim të plotë, si thua, janë më të përmbajtura, janë më të rezervuara dhe nuk kanë marrë, si thua, nuk kanë dalë pro se jo kundra kësaj lufte. Pra po mundohen të ecin në një tel të hollë, si të thuash, duke mbajtur balancën në dy anët. Për sa i përket Izraelit dhe për sa i përket Mbretërisë së Bashkuar, këto janë aleat të cilët Izraeli ka ngelur jashtë kësaj, sepse si thash ka frikë, sepse Irani ka thënë që në qoftë se ne do sulmohemi, puna parë që do bëjmë është do godisim Izraelin, se ne e dim që kjo që po ndodh po na vjen për Izraelit. Ata fajsojnë Izraelin për këtë që po ndodh. Për Izraeli e pa se ç'ndodhi në luftën 12 ditore, e pa që nuk mund t'i bëj dot ballë sulmeve të Iranit, dhe kështu Izraeli, si thua, është tërhequr. Mbretëria e Bashkuar e di që nuk ka probleme të drejtë për drejta me Iranin dhe është rjeshtuar pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe vendet e tjera jo, domethënë, si thua, po luajnë këtë vendën, këtë lojën të e balancuar midis të dy palëve. Po vetë opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si po e percepton këtë goditje të mundshme? Këtu kemi pasur një gati një revolucion, dhe përsa i përket kësaj që ndodhi këto ditë të fundit, ku janë publikuar këto dosje të këtij Jeffrey Epstein, pra pedofili Jeffrey Epstein, ku në këto dosje thuhet thotë që ka pasur dokumentat e FBI-t që presidenti Trump është i shantazhuar nga Izraeli dhe shumë nuk dua të flas për këto në këtë emision, mund të bëjmë një emision tjetër, por në këto dosje flitet që presidenti Trump është i shantazhuar nga Izraeli dhe po bën politikën e Izraelit. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi parë një president Trump i cili nuk është fokusuar shumë tek ekonomia amerikane, nuk është fokusuar shumë tek hallet e amerikanëve, po është fokusuar që ku ka ardhur, me thënë të vërtetë, një parë luftë me Iranin, luftë me vetëm luftrat të jashtme, si thua, një kryeministri Netanyahu ka ardhur dhe pritet të vi pas 2 javësh përsëri këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takoi presidentin Trump, pra është e paparë ndonjëherë në historinë e presidentëve amerikanë që një kryeminist të vi mbi 6-7 herë brenda një vit e gjysmë në Shtëpinë e Bardhë, takoi presidentin. Pra të gjitha këto kanë bërë që publiku amerikan të anoj si thua, nga ana e mos bërjes së shumica e publikut amerikan të mos tanoj nga ana e mos nisjeve të mos nisjes së luftrave të reja, mos implikimit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë luftë me Iranin, sepse si shton vetë këta, si shton vetë disa politikanë, si shton vetë shumë analistë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë ndonjë interes Shtetet e Bashkuara të Amerikës të hapin një luftë me Iranin, duke pasur parasysh se luftat në lindjen e mesme na kanë kushtuar ne këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbi $20 trilion, dhe në qoftë se shikojmë në mënyrë të përmbledhur pra Afganistanin, Irakun, Libin, çdo gjë tjetër, me ndihmat që kemi çuar atje dhe me luftën që kemi bërë, pra në mënyrë të përbashkët na kanë kushtuar mbi $20 trilion, dhe këto para mund të ishin përdorur, thonë njerëzit, dhe me të drejtë për të rregulluar infrastrukturën këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të rregulluar probleme, për të mos ta përhapur më shumë në këtë anë, po problemet që kanë në shtetasit amerikanë. A mund të shpresojmë ndoshta në këto momente të fundit, nëse do t'i quajmë kështu, që diplomacia do t'i arritja dalë ta bëjë punën e saj, apo zgjidhja e vetme do të mbetet forca? Unë e thash dhe në fillim të emisionit se si thua, palët janë vendosur, si thua, në 2 llogoret e tyre dhe kërkohen gjëra nga të dyja anët, gjëra të cilat janë të pamundshme për anën tjetër. Pra, përsa i përket Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kërkon Iranit të japë, si thua, të dorëzoj programin bërthamor dhe programin ballistik, pra të raketave ballistike. Irani e di që kjo do të sillte, sepse siç e thash, ka parë Gaddafin, ka parë Saddamin. Irani e di që kjo do të sillte rrëzimin e menjëhershëm të regjimit të tyre, të regjimit të Khameneit, dhe si thua, janë bërë disa kërkesa të cilat Irani nuk mund t'i pranojë. Nga ana tjetër, Irani ka bërë disa kërkesa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund t'i pranojnë, sepse në qoftë se nuk është se nuk mund t'i pranojnë, por në qoftë do t'i pranon, presidenti Trump do njihej si presidenti i cili u rrëzua përpara Iranit, do njihej si presidenti i cili kapitulloi përpara Iranit, dhe presidenti Trump nuk është një president i cili, si thua, do të vetet në kujtesën e njerëzve si një njerëz që kapitulloi. Kështu që janë vënë palët përballë një përplasje
ku nuk ka rrugë tjetër vetë se përballja nëpërmjet forcës. Ka disa zëra për të mos ta nxjerr komplet atë pamjen, ka disa zëra të logjikës, flas, të cilët po kërkojnë, siç e tham, më parë po kërkojnë që të shikohen të gjitha anët e mundshme përpara një ataku, pra të shikohet ana më e mirë dhe ana më e keqe që mund të ndodhë përpara një ataku dhe të kuptohet se nëse ndodh ana më e keqe, bota do të shkojë drejt një kataklizme ekonomike. Dhe këto zëra kanë qenë zëra më të pak, besoj, por rriten më shumë. Po marrin më shumë po. E qartë, ndërkohë ne shpresojmë fakt që diplomacia edhe në momentin e fundit ta gjeja të Chelsea-n që palët të vendosen në një lloj paqe, nëse do të themi kështu, dhe të gjehet zgjidhja jo me forcë. Megjithatë, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës kohët e fundit me sa duket ka dalë edhe me kërcënime ndaj Britanisë në lidhje me Kinën. Shiko, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi parë një politikë të presidentit Trump dhe kjo vjen që nga 4 vjeçari i parë. Domethënë, kjo nuk është surprizë. Në 4 vjeçarin e parë presidenti Trump tha që Kina është gati një armik i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Rusia është një adversar, pra një kundërshtar i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Pra Kina shikohet në një pamje më të errët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me të drejtë, sepse janë ata të cilët po kanë të rritje drastike ekonomike edhe për sa i përket influencës globale. Për të vërtetën, ekonomia e Rusisë, komplet ekonomia e Rusisë është aq e madhe sa që ekonomia e shtetit të Teksasit këtu në Amerikë. Pra, kemi një shtet, një superfuqi e cila ka ekonominë e një shteti këtu në Amerikë, shtetit në Teksasit. Ndërsa ekonomia e Kinës është një ekonomi shumë e madhe dhe ajo footprinti, si thua, ajo ndërhyrja apo implikimi i Kinës në aferat botërore po vjet në dukje sa më shumë. Jashtëzakonisht shumë kohët e fundit Kina ka atë implikimin e saj në Afrikë, në Evropë dhe kështu me radhë. Pra, dhe presidenti Trump e shikon Kinën si një kundërshtar dhe çdo marrëveshje që bëjnë për shembull Kanadaja ose dhe Mbretëria e Bashkuar me Kinën, pam një fjalim, pam një kërcënim të presidentit Trump edhe të Kanadas, që vetëm të Mbretërisë Bashkuar, sepse Kanadaja dhe ajo po mundohet të lidhë një marrëveshje me Kinën. Mirë, po këtu kemi një problem, sepse presidenti Trump është ai i cili ka prezantuar tarifat për sa i përket politikës së tij të jashtme dhe shumë të vonte Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar ndjen në presionin e tarifave amerikane dhe po shikojnë të gjejnë dhe një partner të ri, si thua, për të pasur zhvillim ekonomik, se ata mendojnë për popujt e tyre, siç mendon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për popullin e vet, siç mendon presidenti Trump për popullin e vet. Dhe mirë, po nga ana e presidentit Trump, çdo lidhje marrëveshje me Kinën shikohet si një kërcënim i këtij vizioni të presidentit Trump për sa i përket çështjeve globale dhe në mënyrë dhe prandaj vijnë këto lloj kërcënimesh. Po duhet të thonë një gjë që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ty jap një shifër e cila është gati pabesueshme, po 70% e ilaçeve që vijnë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prodhohen në Kinë. Pra, vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë një pavarësi totale nga Kina dhe besoj që kjo bie ndesh me atë politikën e jashtme të presidentit Trump me këto vonte. Besoj që presidenti Trump po i përdor tarifat, po i përdor të kërcënime për të arritur disa qëllime të tjera politike, dhe për këtë mund të flasim në emisionet e ardhshme, po unë besoj që këto nuk është vetëm ajo, si thua, lidhja e marrëdhënieve me Kinën që po i sjell këto kërcënime, janë edhe disa politikat të tjera që presidenti Trump po mundohet të realizojë nëpërmjet Kanadas dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe si thua, Kina po gjehet si pretekst për të arritur këto politika të reja. E qartë. Ndërkohë, ky kërcënim a mundet të prish ndoshta atë marrëdhënie të kahershme Shtetet e Bashkuara të Amerikës Britani, pra mund të ndikojë te kjo marrëdhënie? Unë nuk besoj, për Shtetet e Bashkuara. Shiko, duhet dim diçka, presidentët tu shkojnë dhe vinë, kupton, domethënë janë, presidenti Trump do të jetë dhe 3-4 vjet, mund të jetë dhe 5 edhe 4 vjet tjera, nuk besoj, po mund të jetë, por si thua, presidenti Trump do largohet. Për sa i përket marrëdhënieve midis Mbretërisë Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si thua, ka një
ka një marrëdhënie më të thellë se sa marrëdhëniet presidenciale apo se sa politikanët e çastit midis Mbretërisë Bashkuar dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi parë shumë senator. Për shembull, do të jap një shembull në kohën kur presidenti Trump po kërcënonte të merrte Islandën me dhunë, dolën shumë senatorë republikanë, senatori Mitch McConnell, senatorë të tjerë republikanë, të cilët kërcënuan Trumpin që në momentin që ti do të përdorësh dhunë në Islandë, ti do të rrëzosh nga presidenca sepse ne do të rrëzojmë do të impeachim, do të rrëzojmë nga presidenca. Dhe i kanë votat për ta bërë këtë. Pra, nuk është se është vetëm presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ai që e ka në dorë totalisht marrëdhënien me Mbretërinë e Bashkuar dhe me këto vende të tjera, të cilat kanë një traditë bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është Kongresi, është Senati dhe kështu me radhë. Dhe çdo politikë çasti që mund vinë nga presidenti Trump, jam shumë i bindur që pas largimit të tij do të ketë një kurs korrigjues për sa i përket këtyre politikave me Mbretërinë e Bashkuar dhe me NATO dhe kështu me radhë. Shpresoj që mos jetë shumë vonë, se me NATO besoj që jemi në një situatë ku presidenti Trump dhe mund të rriqet sepse ka shumë mbështetje nga amerikanët. Po për sa i përket Mbretërisë Bashkuar dhe marrëdhënieve me Europën, shumica e amerikanëve është pro këtyre marrëdhënieve. E qartë, ndërkohë e përmendet para pak më parë edhe tensionet me Kanadan. Nuk e di, është kundërpërgjigjur qeveria kanadeze dhe është serioz ky lloj tensionimi pra? Tensioni është serioz, besoj, se nëse presidenti Trump thotë diçka është shumë serioze. Presidenti Trump e ka treguar me vepra që thosh nuk është si ata presidentët e tjerë të cilët flasin dhe nuk reagojnë. Presidenti Trump e ka bërë këtë. Për sa i përket Kanadas, kërcënimet janë shumë serioze. Për sa i përket Kanadas, kemi parë përpjekje dhe shikojmë edhe një gati një referendum në shtetin e Albertas për t'u ndarë nga Kanadaja dhe për t'u bashkuar te Bashkuarat e Amerikës. Kemi parë disa fjalime të presidentit Trump ku thuhet që dhe Kanadaja duhet t'i bashkohet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, këto nuk besoj që janë thjesht retorik. Këtu ka diçka. Është kjo 100% e realizueshme, pra do të bëhet Kanada pjesë e Bashkuar. Unë nuk e besoj këtë. Por a ka diçka pas kësaj? A ka kërcënime të realizueshme? A ka kërcënime të vërteta? Unë besoj se po, dhe besoj që të gjithë këta lider, të cilët që thuash flas lider me peshë, pra flas lider me të këtyre vendeve si Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe kështu me radhë, duhet që megjithmonë të bëjnë të marrin vendimet në një, siç e thamë më parë, në një tel të holl politik, sepse një prishje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të sillte reagime nga presidenti Trump dhe besoj që reagimet nga presidenti Trump janë të pa përcaktuara, janë të pa paramenduara, jo si të pa paramenduara, po nga presidenti Trump, pa paramenduara nga ne, si thua, dhe kur vjen një reagim, ne gjithmonë surprizohemi, siç ishte reagimi me Venezuelën për shembull. Qartë. Ndërkohë, këto lloj mosmarrveshjesh, nëse mund t'i quajmë kështu, mund të kenë pasoja në rendin ndërkombëtar? Pasojat kanë filluar në rendin ndërkombëtar, dhe në qoftë se nuk i kuptojmë vizionet e presidentit Trump, apo dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse besoj që ky është një vizion i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm i presidentit Trump, në një botë shumë polare, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si thua, janë superfuqia në Amerikën e Jugut, në Amerikën e Veriut, po kanë dhe zonat e tyre të influencës, si për shembull lindjen e mesme, aty ku kanë intereset e veta. Por ama kemi dhe kemi të pranuar nga presidenti Trump, nga sekretari i shtetit Marco Rubio, që nuk do të jetë vetëm një botë me një Amerikë hegemone, pra do të jetë një botë me shumë pole politike, me shumë pole influencë, ku Rusia do të ketë atë, si thua, anën e vet të influencës, Bashkimi Evropian anën e vet të influencës, Kina anën e vet të influencës dhe kështu me radhë. Pra, këto e kanë ndryshuar dhe të gjitha këto, si thua, mosmarrveshje apo të gjitha këto kërcënime kështu me radhë, në qoftë se shikojmë në këtë aspekt bëjnë sens. Pra që bën sens? Bën sens kërcënimi i Mbretërisë së Bashkuar, sepse është diçka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mendojnë që është në të mirë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe të Evropës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Pra ata kërkojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që Bashkimi Evropian të jetë superfuqi në anën e vet, si thua, në zonën e vet, dhe intereson Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Bashkimi Evropian të jetë një shtet i fuqishëm, të jetë një superfuqi, sepse janë aleatët tanë të ngushtë.
Ajo që kemi parë ne, fatkeqësisht është që Bashkimi Evropian ka treguar një dobësi të paparë, dhe këtu shumë analistë thonë që Bashkimi Evropian gjatë tyre 50 vjetëve nuk është fokusuar në vetë mbrojtjen e vet, por është fokusuar në pirjen e ekspresove, pra si thonë, ata pinë espresso, nuk punojnë për të vetë mbrojtur. Dhe këtë po tregon shumë mirë konflikti me Ukrainën, midis Rusisë dhe Ukrainës, ku Bashkimi Evropian ishte totalisht i papërgatitur si nga ana ushtarake, si nga ana e prodhimit të armëve dhe kështu me radhë. Pra Bashkimi Evropian duhet që patjetër të krijojë atë strategjinë e vet për sa i përket funksionimit si një entitet i vet dhe jo më të varur totalisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sigurinë e vet. Për sa i përket Kanadas, për shembull, përsëri nëse shikojmë këtë mosmarrëveshjen midis kryeministit të Kanadas dhe presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, e shikojmë në aspektin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë, si thua, superfuqia në Amerikën Veriore dhe në Amerikën Jugore, nuk dëshirojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë Kinën në kufi, pra të kenë një shtet ku, si thua, Kina do të ketë influencën e vet jashtëzakonshme, sepse nëse këto marrëdhënie tregtare apo ekonomike midis Kanadas dhe Kinës bëhen shumë të ngushta, atëherë do të kemi Kinën në kufi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe normalisht që ata nuk e duan këto. Pra nëse shikojmë në këtë prizëm, bëjnë sens të gjitha këto. Doran Vojka, të falenderoj shumë që ishe me në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirupafshim, faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, kemi përfunduar këtu. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Miru takofshim.